Automjetet e përdorura të importuara nga vende të ndryshme si Korea, Kina apo Europa do të zhdoganohen me çmime të reja reference. Udhëzimi i Ministrisë së Financave i botuar në fletoren zyrtare për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore tashmë në fuqi, sjell dhe një rritje të ndjeshme të çmimeve referuese për zhdoganimin e automjeteve. Për autoveturat, rritja e çmimeve minimale prek të gjitha kategoritë e cilindratave. Në udhëzimin e vitit 2018 për automjetet deri në 1400 kubik, vlera minimale e zhdoganimit ishte 130.000 lek, ndërsa me udhëzimin e ri, kjo vlerë rritet në 162.500 lek ose rreth 25% më shumë. Për kategorinë mbi 1400 deri në 1900 kubik, pragu minimal kalon nga 200.000 lek në 250.000 lek, duke reflektuar sërish një rritje prej rreth 25%. E njëjta logjik vijon edhe për cilindratat më të larta, nga 325.000 lek në 406.000 lek për segmentin 1900 deri 2500 kubik, nga 400.000 lek deri në 500.000 lek për 2500 deri në 3000 kubik, nga 500.000 lek deri në 625.000 lek për 3000 deri në 4500 kubik dhe nga 800.000 lek në 1 milion lek për automjetet mbi 4500 kubik. Po ashtu rritje pëson edhe referenca minimale e zhdoganimit për kamionçinat, furgonët dhe kamionët. Në udhëzimin e vitit 2018 për mjetet deri në 1.5 ton, pragu minimal ishte 400.000 lek, ndërsa udhëzimi i ri e çon këtë vlerë në 500.000 lek. Për segmentin 1.5 deri në 3.5 ton, vlera minimale rritet nga 600.000 lek në 750.000 lek, ndërsa për mjetet 3.5 deri në 10 ton, nga 850.000 lek në 1 milion lek. Rritja e çmimeve të referencës pritet të sjellë një efekt në rritjen e çmimeve finale për automjetet e përdorura që importohen dhe shiten në tregun vendas. Nga ana tjetër, kjo politikë favorizon dhe blerjen e automjeteve me 0 kilometrazh nga koncesionarët në vend. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor për periudhën janar-nëntor 2025, 89.654 mjete janë regjistruar për herë të parë, nga të cilat 73.066 autovetura. Mbi 55.2% kanë moshë 8 deri në 15 vite, 25% mbi 15 vite, 5.1% 5 deri në 7 vite dhe 14.7% 0 deri në 4 vite. Korea e Jugut është në krye të listës sa i takon importit, ndjekur nga Gjermania, Italia, Kina dhe Zvicra.